Në udhëtimin e radhës të emisionit Shtot Fshati, rrugëtimin e kemi drejt fshati Tre Vllazër, një prej fshatrave më me emër, i cili përfshihet në njësinë administrative në Vosel. Kemi zgjedhur Tre Vllazërin të shtyrë nga emri i veçantë që ky fshat mban prej dekadash, jo për të mësuar kuptimin e emrit, por të shtyrë nga kurreshja për të mësuar më tepër mbi historinë e tij. Tre Vllazëri është një fshat me vlera, që kur kupton historinë e tij të tërheq që në emër, për ta vizituar e për të mësuar më shumë për të. Tre vëllezër të cilët erdhën nga jashtë vendit për të vendosur në fshatin Tre Vllazër, duke i ndryshuar këtij të fundit jo vetëm emrin, por edhe një pjesë të historisë. Çeço i Madhi, Shako dhe Rapo, të vendosur në 3 lagje të ndryshme të fshatit Tre Vllazër, duke bërë që ky fshat të marrë pikërisht emrin e tre vëllezërve, por edhe lagjet kryesore të tij të njihen sot si Çeçaj, Shakaj dhe Rapaj, ashtu si edhe historia e tre vëllezërve, të cilët u mënjanuan nga njëri tjetri, edhe këto lagje në realitetin që janë sot ndryshojnë shumë nga njëra tjetra, pasi sot vjojnë të vuajnë probleme të ndryshme, por ajo që i bashkon është pikërisht mungesa e investimeve. Janë banorët e zonës ata të cilët na njohin më tepër me një pjesë të historisë së hershme të këtij fshati, asaj historie e cila trashëgohet në breza, por e ka fillesën nga tre vëllezërit që erdhën në fshat, i djegur, i shkrumbuar në hi, nga luftrat e përgjakshme që kërkonin ta pushtonin dhe nënshtronin. Sipas njohësve të historisë së fshatit, Tre Vllazëri është ngritur më i fortë. Është ngritur në ato rojnoja të hershme, duke shijuar sot lirin, të arritur me gjak dhe sakrificë. Si të kam? Mirë jeni, përshëndet. Jemi televizioni i Vlorës, po bëjmë një reportazh për Tre Vllazërin. Po. Po na tregosh një pjesë të historisë së fshatit? Për shembull. Pse Tre Vllazër? Pse emri Tre Ka Vllazër? qenë tre vëllezër. Po? Po. Çeço në një lart, i Madhi. I dyti edhe Shakajt, e ka emrin Shakajt. Fshati i Madh ishte Shakoj edhe fshati i Madh. Pastaj i katërti ishte shkoi në kërkovë, e kërkova gjeta. Po vllai i tretë? Ky i tretëti. Shakaj? Shakaj, Shakua. Shakaj. Shakaj, fshati i Madh, ai isha i Madhi. I Madhi fshati, i Madhi i treti, nuk e di se nga gënuar pasaj i tretit. Ishi katërta. Katër, po. Ai shkoi në Kërkovë dhe pastaj kërkonte Tre Vllazërin. I Çeçavari, i Çeça si Çeçua. Po. Ngeli Çeça i shlagje Çeça kjo lart. Më i madhi. Më i Madhi. Po. Shakaj, Shakua. Shakaj, Shakaj. Është lagja e Shakua, Shakua shky këtu, Shakaj. lagja këtu. Po, i treti nuk e di javajti. I treti historiku. Ky. Po unë di se ka qenë 4, i treti pasaj vajti kërkoj gjithi ky. Unë nuk shpjegoj më te dot. Kaq. Kanë gjerë dhe emra të mëdhenj Tre Vllazëri, emra me peshë në histori besoj. Historinë e parë, me peshë nuk ka asnjë këtu që të gosh një qysh me peshë, qysh pa peshë. Pse i njihet Tre fshati? Vllazëri njihet si Tre Vllazër. Tre Vllazëri me një berk të gure dhe 20 burra me dy fek. Kështu ka qenë të histori e fshatit Tre Vllazër. Pse mbahet mend në historinë e hershme? Tashi, kjo ka kaluar, do me dhe historiku është shumë i lashtë, sepse me dëgjor kam edhe unë. Po patjetër. Në 12-ën ka qenë pyllë, e sapi. Kurse këta tashi që kjo lagja këtu, ishte ardhësi na Konjani, na molla si kuq i Turqisë. Po tjesë ardhësit e vëndalind. Vëndalind janë 3. 3 Rapaj, janë 4 Rapaj, Dulajt, Alirajt dhe Lazajt. Vëndalind që janë këtu. Vëndalind, pasaj këta janë gjithë ardhës, na Vonoje, na Velqa i ka gjithë ardhës këtu. Më kuptoj dhe? A në ngoj i dhënë fshati, në ngoj i dhënë të lashtë të hershme? Për shumë qatë të thevë të jullita që unë jam 77 vjeç, s'maj më të në gjithë keqen. Për tregonde baba jot apo gjyshi kur ishe i vogël? Baba im dashi me gjyshin, kone kësaj regjimit të këtu, u hap luta pasaj ku erdhën këtu këta, u hap luta e Gjermani. Erdi Gjermani e filloj të dikte.
Edhe sa ikën me luftën, sa ngellën këtu. Baba im ngelli këtu, nuk iku. Na e para, le themi. Na e para, na fillimi parë, qysh fillimi parë, ku era lufta. Edhe kështu që historik, s'ka më historik tjetër të Vllazëri. Që të tregosh në një historik për shembull. Ama banor, fshat i traditës, i kulturës, besoj zakon. I kulturës dhe i traditës është. Trevallëri është gjithmonë, ka qenë edhe është, vetëm sepse e ka lënë qeverit mbrapa dore. Lagjes tënë, i thoshin lagje mesme. Edhe andej mas andaj, lagje fshatit, kupton? Në ditët e mia, 90 shtëpi, venin në qamët për barjam. Në ditët e mia, kupton? Mas andaj, duke ardhur, kupton, edhe duke në çdo, kupton, krahin, edhe vinin. Kurse këta 3 vëllezër erdhën. Kupton? 3 vëllezër. Ashtu, erdhën që na ajo e asaj jetu kësaj Greqisë. Erdhën andej dhe u ngul. Jo, na Turqia jemi ne, mukaj. Erdhën ata dhe u ngullin, njeri u ngull në i madhi, e kjo një Qeqo, u ngull në Qeqaj, e i ka mbetur emri Qeqaj, asaj. Kurse i dyti, e kjo një Shako, i ka mbetur emri Shakaj, Shakaj këtu. I treti, këton, më vonë, këton, i treti, u ngull në Rapaj, dhe i ka mbetur Rapaj, 3 vëllezër, këta është historia atyre. I 4 mas andaj erdi, që andej, i 4 erdi dhe nuk e qasna, s'kishte vend këtu të 3 vëllezër të këta, duke ikur në Gërkov, ati u mbyt në balë, dhe e Kërkova dhe e Gjeta, që i ka mbetur edhe Kërkovës. E Kërkova dhe e Gjeta. Ka Trevllazi ka marrë emrin e Kërkova. Se ikur, jo, se qasna, erdi 3 vëllezër këtu, a i 4 erdi, këta nuk e qasën duke ta, s'kishte vend. Edhe iku me karavanin e tyre, me familjen e ti, në tyre të Gërkovës baltë, edhe i shkom ati. Ati, ku zonë në mbyt në baltë. E Kërkova dhe e Gjeta, një fis ati në Gërkovë, e ka në Rapaj. E ka në Rapaj. Mas andaj më vonë e kanë këthyrë Selima jeta. Ja, kështu, ja. 3 vëllezër që ndan fshatin në 3 pjesë, në 3 lagje kryesore e që sot ndryshojnë shumë mes tyre. Ashtu si historia e trisht e 3 vëllezërve të përçarë që nuk flisin me njëri tjetrin, edhe 3 vllazëri sot jeton në atë realitet. Lagja e Rapajve është zona më e investuar në 3 vllazër, ndërsa në Qeqaj dhe Shakaj investimet mungojnë prej vitesh. Banorët e zonës tregojnë se 3 vllazëri përfundon tek shkalla e fshatit, ku deri aty ka ardhur rruga. Në pjesën më të populluar të fshatit, në lagjen Shakaj dhe Qeqaj, rruga sipas banorëve amortizuar i ngjason Çeçenis. Gropat e shumta të përafrojnë me një mjedis lufte. Pjesa e shkollës është me rrugë, është e investuar rruga asfaltuar. Po ajo, e bëj si duket e bëj xhamia atë. Po juve? Ne jo, ka 10 vjet kjo i shumë. Sa e vështirë është? Shumë fare, nuk i tregon dot vështirësitë. Nuk i tregon dot. Ka shumë fare vështirësi. Edhe për shkak të moshës. Po e makinë, kush e ka një makinë nuk e ka mënesë po shkoj 2-3 herë lart poshtë. S'ka mënesë makinë. Patrohet në këtë rrugë. Ka marrë, po se filmo rrugën po më fermo mua si kota burr. Po pse le të themi fshati mes 2 realiteteve, një rrugë asfaltuar dhe gjysma asfaltuar dhe gjysma tjetër. U bë probleme elektorale për u bë. Për vota. Për vota, bravo. Mbaroj aty. Sa vite keni qeshi? Unë them nuk bëhet më kjo rrugë. Pse e ke humbur shpresë? Jo, e them nuk bëhet më se s'kan vërtetë më ata të ndëjt për votat tona. E zgjedhin vetë, kanë zgjedhur vetë të punë në sheta. Jeni dhe pak familje, keni mbetur dhe pak ndoshta? Dhe mi kin familje. Je shumicë e fshatit. Por më të shumë të bile më socialiste ka këtu në këtë lagje. Është përjashtuar pjesa më e madhe e fshatit. S'ka fare dërma, nuk ka rrugë ta zgjidhim. Ka ndonjë dritë gjatë natës? Ja, e fikur të ta, shiko ajo atje është e degu. Kjo këtu është e degu, da. Po si ja bën në mbrëmje? Kalon dot? Shkon dot? Po të shkam çfarë bën? Të me celulara, me gjëra mos bëjmë me baltë, pe baltë rrugës ti. Keni bërë ndonjë? Me makinë të lartë. Këtë vjen kam ka begavin. Ko ti më këtë intervistë. Të kisha kam më mirë. Edhe ata të rrugën.
Këtë e kam bërë unë me forcat e familjes të rrugë. E bëra murë më murun. Ku erën ata që bën tubët ata të ujit, të usjelësit, edhe çpuan ata rrugën e do e bërë me salë me thanë ata. Për të na mbyllur kohën ne. Vut na lekët tuaja. Jo, këtë rrugë e kam bërë unë këtë, ja të ketë djalë këtu dëshmitar. E kam bërë me lekët e fëmijëve. Ja ankuar ndonjëherë në pushtet? Që të kërkosh rrugë? Po që e pushteti s'ka se faja për shkopit të. Ku ka se pushtet? S'ka je. Si u kam pjeshën dhe, si du veni? Në të pyes, Si e? shojmë të rrugën e kësaj lagjes tuaj. Si në Qeqeni. Qeqaj e kemi emri ne, Qeqanje i kanë lënë ata. Ja, ju kanë Ky shteti ynë. gëzuar. Po. Këta nuk na doli, po na bëne një linjë, na hapën një kanal, edhe e kanë lënë ashtu shkret më drejt. As funksionoi ajo linja që bën ata, vetëm sa na prishën punëve, na prishën rrugën. Si janë kushtet e rrugës sot? Është e vështirë të kalosh? Po, mua më dhe më shpirit se kam bler një makinë 12 milion lek, një bend, edhe kur kaloj në atë në këtë rrugë, më qanë zëmra. Më thuaj pak, sa lek ke paguar në servis deri më tani? Po sa herë që vetë edhe kolaudim do kaloj makina në servis. Gominat të gjitha do bëhen. Sa vite vajti në këtë realitet që jemi sot rruga? Kjo rruga jonë që na shkova dhe lartë, po thuaj se u hoth një herë një shtres para 10 vitesh, po jo se u bë. Sa i prishen që sytin ashtu edhe e lanë. Edhe doli gjoja një fond, thoshin, doli një fond, të vinde deri tek hyrje e lagjes, edhe nuk e pranoi lagja edhe kryeplaku që është në lagja i tha jo, tha. O e bënit sakta, deri ku e ka vendin, o fare. Ngeli, na thonë da bëjmë, edhe nuk. Ky realitet i fshatit mes dy pjesëve, deri tek shkolla e asfaltuar dhe Gjoja atje është qendra, edhe deri te qendra. dhe ju Po periferia. neve që atje është më shumë te fshati deri ku. Pra, është shumicë e fshatit përjashtor. Po, Ti si banor, ke ankuar ndonjëherë, ke bërë ndoshta ndonjë ku ta kërkesë? kosh? Pse? Po kushtanon njëri fare për bazë llafin. Ku ta kosh? Sa herë që vinë që bëjmë në një takim që vinë jo deputete, jo. Edhe gjithë thonë, po do ta bëjmë. Po kur vinë zakonisht? Po, në kohë fushat e vinë ata. Pastaj? Harrojnë ata, pastaj. Pastaj harrohen. Harrojnë ata. Edhe një pyetje të fundit, ke shpresë se do bëhet një ditë? Po mase do bëhet. Ajo mase do shpresa vdes e fundit. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Mirupafshim, gjithë mirë. Por jo vetëm rruga, por edhe ujpishëm dahet me sa duket mes lagjeve. E mund të duket kjo një ironi, por realiteti është ky. Banorët tregojnë se në Shakaj thuaj se uji nuk ka fare, ndërsa në lagjet në Arapaj dhe Qeqaj, uji vjen, por me orar. E sigurisht flasim këtu për ujin për të plotësuar nevojat e tyre familjare, ku nuk bëhet fjalë të konsumohet. Banorët thonë se uji që pinë e blejnë pasi ai që vjen në tubacione është i ndotur e gjithë ndryshk. Pavarësisht kësaj, faturat e ujit të pishëm i paguajnë rregullisht, duke harxuar çdo muaj për atë nevojë të tyre bazike për jetesë, siç është uji, 2 herë. Muhamet Mukaj. Si, një mirë, si shkonë mirë. A sukses e në punë. Faleminderit. Kush është problemi sot me i madh që ka 3 vllazë? Trevazi ka shumë probleme. Ka shumë të rrugë njëre ka që pjesa është për i bret të rruga. Pa le mos të flasim për gjëra të tjera, unë se unë kam vlorë, kam 30 vjetë. Si është situata, këtë duhet prek pak, ujin e pishëm. Ujtë e pishëm, herë vinë e zhia të tot kyja, këta në që herë vinë e zhia. Po, defekt pompa. Defekt pompa. Edhe kjo rruga ti shkojnë që zvindot, makina zvindot. Po kur vjen ujë, me orar besoj? Me orar. Pjesë e fshatit, një pjesë merë ditë, mëngjes, një pjesë merë mbazite. Sa orë vjen? Sa orë në ditë vjen? Po jo më temë nga 1 orë gjysmë. Nga 1 orë gjysmë. Tani, është i pishëm, konsumohet? Jo, nuk është i pishëm. Nuk është i pishëm. Sa vite ka kjo situatë? Ka vite, se unë kam qenë kodrë këtu, kam qenë brigadere, unë jam marrë me ujtë, po edhe 20 djetë jo punë. Asnjëherë nuk është zgjidhur? Jo, nuk zgjidhet. Ka parë fshati ndonjë investim?
Qaj festimazia, vetëm atë rrugën bënë pjesa neja, ne mos skajmë ande në që na fshat. Po për ujnë e pishëm? Ujtë e pishëm asgjë. Për mua asgjë. Ka ditë që mbeteni pa ujë? Ka ditë që mbetet edhe 10 ditë. Sa ka qenë Ja. maksimumi që keni mbet pa ujë? Vallai mos dinjej se shtur, po tek 5-6 ditë po një. Beari është më e vështirë. Va ditë më e vështirë. Duhet investuar? Duhet të investor shumë. Duhet linje re besoj. Duhet. Po, Keni hedhur nga lekët tuaja për të bërë rrjetin e ujësisë? lekët jepja, po jo të hedhim, jo të investojmë kështu, po ato po paguhet. Megjithëse paguani s'merrni shërbim. S'mash. Tash mos çajmë fare të themi s'marrim fare shërbim. Jo, marrim, po jo se duhet. Jo si duhet. Faleminderit. Asgjë. Gjë, sa orë në ditë ke ujë? Po kemi 2 orë mëngjes, 3 orë. 2 orë në mëngjes. Dhe pastaj stakohet gjatë ditës? Po stakohet, vinë nesme prapë. Ku punojmë po pa rregullisht. Pastaj po ka defekte, rrim. Domethënë në momentin që ju sjeni në shtëpi gjatë ditës dhe zmbushni ujë, pastaj gjithë ditën e kaloni. E kalojmë pa ujë, çfarë? Pa ujë vin. Sa vite po bën kjo situatë? Ajo ka 20 vjet, 20 vjet. 30 vjet, që ku çfarë? Ka ndryshuar diçka qoftë vë? Fare, nuk është. Çka ka ndryshuar? Çka ka ndryshuar? Ujë, asgjë. Po ky ujë që vjen është i pishëm, konsumohet? Është i pishëm, nuk është i pishëm. Ne marrim me bidona me kështu në burburime. Juve besoj paguani dhe faturat. Po normale, është. Sa të vjen për shkak në muaj fatura ujë? 22.000 lekë. 22.000 lekë. Po kur s'ke shërbim dhe thua pse Ç'e po shërbim? paguaj? Ç'është shërbim? Po ta pagosh është. Ti ndërkohë ujin që pi besoj e blen. Aq ke, atë ujë ke, çfarë? Po atë që pi e konsumon Jo, e blen. ato në blemë. E marrim në burime, pa, kush e blen, no? Po pa dhe lek ta blesh. Domethënë paguan 2 fish për ujë. Po çfarë, rri pa ujë, ta pisha pa ishte ndrysh vetëm. Jeni ankuar ndonjëherë? Po vam një herë par vjet në aty tek bashkia, po ata çfarë asgjë. Asgjë vetëm. Po ke shpresë se mund bëhet diçka? Po inshallah të bëhet. S'është ne ata duam more, nuk është dua se Ja, vazhdoj të ne inshallah duam bëjmë motivacion, vin çesma çojë saatin aty te shtëpia, gjithsesi tri pasaj me saat valla. Dua të harxoj të paguaj. Sa harxoj? Në nisje të këtij viti, fshatit Tre Vllazër i është shtuar edhe një problem i ri, ai mbeturinave të fshatit, të cilat nuk pastrohen më. Në vitet e mëhershme, banorët e zonës mbeturinat i grumbullonin në thas e i linin tek rruga e shtëpisë së tyre, aty ku më pas një kamionçini mblidhte për t'i dërguar drejt landfillit. Ndërsa tashmë kamionçina që vinte 2 apo 3 herë në javë, në fshat nuk duket më. Kjo ka bërë që, siç pohojnë edhe vetë banorët e zonës, t'i djegin mbetjet urbane në oboret e shtëpive të tyre, duke shtuar më tepër ndotjen mjedisore. Mirë, faleminderit. Ti vet? Mirë. Si ka qenë? Ora doja të pyesja. Krahas problemit të rrugës, shumë banorë thonë që problem keni edhe me beturina. Është e vërtet? Me Torina, ata zi fare, i kanë qëtë dhe djetorë, s'kanë ardhur, fare, i këtu i mlidhin aty me Torinat. Na kemi dëdrojë i djegin në përshpira. I djegin në përshpira. Po që ku t'i qojmë? Si funksiononte më parë, ma shpjego pak. Më para, i mlidhim këtu ne, vinin 2 herë javë ata. Vinin të në të inde. Vinte kamionçina, Po. i mblidhte? Ne dinim orari vi ku vinda mjes, i xhirim aty mjes, shpejt, e me ata igni. Ishte shumë e rregull. E rregull, shumë funksiononte, rregull. Ndërsa pas dhjetorit, Që na jeve pare djetor, më pasër më fare ata. Zi, më thanë që bërën ca ditë vina 2 atje poshtë, këtu nuk vini fare. nuk vin fare. Nuk vini fare. Rrugën e pas ishte cop rruga. Sigurisht. Ne nuk vim dot. Poshtë rrugë e Varezave, ja aty të shtëpia ime më poshtë e Varën ajo. Rruga ditë, vend të shkoni atje, me kamerë atje vend. Hajde deri të Kjo pëmundoj deri. çështja e mbeturinave, më trego pak, është problem tashmë që i digjni si ndotje? Po si nuk si ndodhi çfarë thotë. Digji shtëpi, ajo nuk do të prjashta. 2000 kancerogjen besoj edhe për shëndet. Po, sigur, për tërë, shumë i keqës. Ku vishim ne atë taksën e pagojmë e gjelbrim e pastrim. E pagojmë taksën. Megjithëse nuk ofrohet shërbim, ju vazhdoni pa. Ne vazhdojmë i pagojmë qa. Duhet zgjidhur ky problem. Patjetër duhet zgjidhur sa më parë bile. Jeni ankuar si banor? Po ku të vemi ta komi? I kemi thënë ati kërë plakut, dhe duke vajtune. Ai ka thënë që unë u kam thënë andej, do hapë një tenderi, thush ku në natërojnë ata për një di. Ju prisni. Ne jemi në pritje ne, S'ka asnjë zgjidhje. asë zgjidhje s'ka.
Ne jemi moshatar, nuk na heqi fare këtu. Shikoj se ish kthyer përmes Kazani. Kazani, ja, ku ti hedh llojun ato? Po si Ose situata? njerëzit bëjnë të pandërgjegjëm, i hedhin na ullit mua pasaj. Më përshkruaj pak, si situata le Ku të di themi e unë? pastrimit. Po ti Si ka funksionuar fshati? Ka deri tani? funksionuar, nashi nuk funksionon. Po si ka funksionuar më para? Ma shpjego. Ora Çfarë ka bën? funksionuar, ka ashtu po vete 3 muaj nuk manin më. Nuk vjen më makina ti marrë. Vin gjysmë e fshatit atë, i kemi thënë krye plakut, ku i themi tjetër, ku ku e ne. Po si ja bëni me mbeturina? Çfarë bëni? Ndezim zjarrin për avllira, ne që kemi shtëpi një kaç. E i djegim atij. Kjo është tonë besoj më tepër ndotjen apo jo? Po. Po, çfarë? Ose do i hedh ai pandërgjeshim, do hedh për pyet pislëkësh prap. Sa herë Na e pastroj? keqja. Sa herë pastroj më para fshati? Por e vinte një herë në javë apo 2 herë o maksi. 2 herë në javë vinte këtu. E vinte pasore, po e 3 muaj s'vin fare. Se Qa? keni parë fare kamionçi. Ore fare këtu, ore fare. Ja e ktheu përmys ai qa, ku djedhi? Po ku jeni ankuar vetëm te kryeplaku? Po ku do ankojmë valla? Ku? Tek pushteti Po, lokal? pa haqe kemi hapin e unë. Se ku e kemi hapin? Ti besoj paguan taksat e pastrimit, gjelbërimin Taksa uj pagoj jam i rregullt. dhe prap sofrohesh shërbim. Fare, qa shërbim. Taksa tja do t'i bjerë, librezat i kam kështu. Po këto muaj që s'ka shërbim. Ore i pastrimi. pagoj ujt unë, nuk ka problem. Jo, që s'ka shërbim pastrimi, ti paguan taksa dhe këto muaj. Di kjo unë, i na i majnë atje, ku na i majnë te ujt. Pavarësisht çdo gjëje, taksat janë Pagoj drejtë. me 22.000 leka. Ke shpresë do përmirësohet kjo situatë? Ku e di unë? Ti kjo unë, qa, nuk e shkodi? Po rruga. Po rruga në për parcela, nuk vinë. Në për toka. Nuk vete, gardishte, pikore, nuk, ku e di unë? Një pjesë e historisë ka hershme të fshatit tregohet edhe nëpërmjet bujqësisë. Tre Vllazëri është një fshat i njohur për kultivimin e ullinjve, por edhe prodhimin e vajit të ullirit, ndër më cilësorët që gjen sot në Vlorë. Prej hyrjes së fshatit të bie në sy, me mira rrënj ullin të cilat janë të mbjella kudo. Ulliri është shtylla kryesore e ekonomisë së banorëve të fshatit, të cilët të shumt merren me këtë punë. Ata punojnë në përkujdesin ndaj ullinjve, por edhe prodhimin e vajit të ullirit me 1.1 sakrifica. Por thonë se kjo punë nuk vlen më. Kushtet e vështira të punës, mungesa e fuqisë punëtore, çmimi i ulët i shitjes së produktit kryesor të tyre, por edhe mos mbështetja nga shteti, kanë bërë që të jetë tejet e vështirë, që nga kjo punë të nxjerrësh të ardhura për të mbajtur familjen. Me the merresh. Me punë e fshatit, punë e mia. Çfarë punësh kryesisht? Po ja, ullinj, vreshta. Tre Vllazër ishin njohur për ullinj, shohim shumë. Po, rrënjë po, ulliri. është zonë ullishte, vreshtash. Çfarë kultivojnë? Çfarë ulliri kultivojnë? Tani janë futur edhe këto tani koronej, frantoj, kalinjoti që kemi tradit. Ke shumë vite që merresh? Vite që ku jemi bërë krah pune, Po. edhe ma sot. Sa vite po bën? Pa 20 vjet po një. Ja, aja vlen të merresh me këtë punë. Tani dhe puna jote si s'ja vlen. Po e le pas dore, dëllë edhe jo. Besoj e kultivoni dhe vajin e ullirit. Po pa tjetër, kur bëjmë, jemi kënaqur. Shitet? Jo, s'ka patur treg. Si vjet u shit pak se ishte pakic prodhimi dhe u shit si vjet. Po prodhimi si ka qenë? Po si vjet si ishte mi fare. As gjysmë e vitit e kaluar. Më tregove që merresh prej vitesh, po a merr mbështetje për këtë gjë që bën? Mbështetje? Nga shteti, ndonjë financim, ndonjë ndihmë? Po unë kam marrë. Që ku kam bjell, janë këto, si quhen këto, që japin për bujqësinë. Grandet e bujqësisë. Po, unë si person po. A ja vlen? Po ndihmë është ajo, si se vlen. Ndërkohë me kë punon, me kë je angazhuar? Me bashkëshorten vetëm? Po me familjarët e mi. Me familjarët? Po. Për gjetur punëtor? Gjendot? Po, punëtor të arroje. Të jap zoti fuqinë eve, pa, s'ka, ku ka. I ke trashëguar si profesion të fëmijët? Ose din ata të merren? Po ku kam unë dy çupa ideal i kam të larguar. Gjela vetëm me bashkëshorten edhe unë tani edhe. Ne.
Do dojem shumë mbështetje nga shteti? Po kush është ai se do më të mirën, më vjen keq. Sa më shumë të ketë, aq ja edhe 20 orë ta mirë me kredi nga shteti, mirë më bësh. Të vajta bleva vetë. Të vrau financiarisht. Po normal, ja, ky është edhe i vogël për këto zona tona, vajte 10 milion, po edhe 10 milion. Shumë e vështirë për ta bler. Po e vështirë. Çfarë do i kërkoj shteti? Ma mbyll me një mesazh, me një kërkesë. Shtetit di kërkoj ato me këto fondet që na japin. Inshallah të na ishtojnë çika të fondin nga. Si është fshati? Unë jam nga Trevllazëri, por nuk jetoj në Trevllazër. Çfarë të lidhë? Kam dalë, jam nga Trevllazëri, kam bler shteti, qeveria nuk më dha tokën e babait, unë arrita e bleva dhe kam bjell ullinj, vi e punoj nga Vlora gjithmonë. Një fshat i njohur për kultivimin e ullinjit. Po. Po pse ka zgjedhur fshati, le të themi, prekin edhe pak atë pjesën e historisë, ka zgjedhur që të kultivoj vetëm ullinj më saktë? Është kryesisht i bën Trevllazi ka dhe toka fush për bujqësinë, por ulliri është bima që është me vajin më cilësor, njësoj si ulliri i kaninës dhe i bregdetit. Sepse ka i përshtatet klimës, tokës, dheut, që të gjitha. Sa rënj ullin keni ju? Unë kam bjell 520 rënj ullin para 8 vjetësh. Çfarë lloj? I kam bjell koronej dhe frantua. Ka një njot, ja? Ka një njot kam vetëm 12 rënj. Kultivon dhe vajin e ullirit? Po, bëj. A përshkruaj çik cilësinë, çfarë dallon? Dallia, vaj ka një cilësi të jashtëzakonshme. Nëse vajin sapo e nxjerr në fabrika, e merr, e fut në gojë, lëviz pak duke marrë një çik ajër me hund, edhe gjuhën që ta preki qelzën. Ajo t'i jep ndjesinë e një djegësie të vogël, sepse është i pasur me polifenole, prandaj ky është vaj komplet. Keni ku e shihni produktet që kultivoni apo dhe Unë e shes të shokët e mi. Vetëm aty me misilet. Po. Do të pyetej çka mbështetje nga shteti? I vetmi që nuk kam pasur një mbështetje nga shteti, që kur e kam bler me pratë mia, tokën, e kam bjell vetë, e kam punuar, i kam veselitur 8 vjetë, s'kam asnjë lloj ndihme. Sepse më thonë që duhet kesh certifikatën e tokës. Këta certifikatën këtyre që u kam blerur, njerëzve të mi, nuk i kanë akoma certifikatat dhe unë kam blerur. Burokracia është e jashtëzakonshme. Nuk vinë. Tani unë kam qenë emigrant. Këtu kam punuar mësues 30 vjetë, vajta në emigracion, atje punova, erdha atë lekë që fitova, thashta... Gjithë mundi ndjersën e atyre vite? Po, e futa, e hodha këtu në shatë. Ja vlen, merresh? Ja vlen që se do të ndihmonte edhe shteti. Në momentet që jemi? Absolutisht, del me humbje. Ma mbyll me një kërkesë, çfarë do i kërkoje pushtetit lokal dhe atij që... Pushteti lokal, nëse pushteti lokal më bën rrugën që vete deri poshtë në Hambare, kështu quhet vendi, ma bën në rrugën, sepse unë vete vi marr traktorin, vi këtu me makinë, lë makinën, marr traktorin, shkoj poshtë me fjalë më vete rruga vajti ardhje, po. Kështu që vetë unë këtë dua. Pastaj jam i zoti vet, ose të më çoj dhe dritat atje poshtë, se kam bërë një fermë. Po, atje poshtë kam bërë, dua të bëj, ta zgjeroj akoma, kam 2 hektar, 2.2 hektar, dua të marrë 2 hektar tjerë e të bëj një fermë të lezetshme. Numri i personave në moshë të re, të cilët i jetojnë sot në fshatin Trevllazër, është tepër i ulët. Të rinjt në fshat numërohen me gishtat e njerëzdor, teksa sipas të dhënave, nga 850 familje 20 vite më parë. Në Trevllazër, sot kanë mbetur 400. Banorët janë kryesisht në grup moshën mbi 50 vjeç, të cilët jetën e tyre e kanë krijuar në fshat mes vështirësive. Si rruga? Ja, cop. Të vinë një ambulancë nuk vinë dot të sëmuremi, nuk vinë dot nga shkolla deri në fund lagjes janë 2 kilometra për i drejt, s'ke ku kalon. Fshati ka shumë probleme, por puna është kush ka mbetur sot në fshat? Kush ka mbetur? Vetëm plejt. Orini kam Jo.
Trevllazëri ka pasur të paktën 2800 banor. Rini këtu mund gjesh maksimumi 4-5 djem edhe ata janë qikë të vobek që nuk është kryo mundësia për t'ikur. Sa banor ka këtu? Kush e di unë tani, s'mene me statistikat, po këtu Më është... pak se gjysma? Qa gjysme thoti? As një treta, një katërta. Po ku janë larguar? Ku kanë shkuar? Me migrim, ku kanë? Ku kanë? Ekonomia, besoj, vendet e punës? Shiko, pshati... Qa punën do ketë pshati? Ja, ka ata ullin, me ullin nuk e mandot familjen, janë detyruar. Largohen. Ikën Kalamajë, tani janë martuar, kanë kryo familjet e tyre, s'kthehen më, edhe... Mendoj të kthehen në Shqipëri më? Po ku do kthehet maj? Ai e të doj ai djali im apo vajza ime, s'duan fëmijët. Dorë të kthehen më. Për ne inshallah të kthehen, po se pa mundur. Faleminderit shumë. Si dukesh? Ja të mukaj. Zoran, e di. Jo, jemi televizioni i Vlorë. Jo të të pyes diçka. Po. Me kri jeton në fshat? Vetëm edhe një plak që kisha ka 2 vjetë. Ka ndruar Fëmijë jeta. tani. Ku i ke fëmijën? Ande në Itali, në Greqi, janë 8 fëmijë. 8 i ke të larguar. 8 të larguar. Kam një vajzë këtu, është infirmiere në spital. Ajo ka bërë 2 qupat edhe ato i ka infirmiere, të tjerët më sanaj. Një e kam në Peshta, e të tjerët më sanaj në Armeni, në atë, po ka nikur, janë në Greqi. Ka nikur janë larguar nga Trevllazëri. Po. Po pse? Pse janë larguar? Po pse e thonë, po ishte sistemi edhe nuk ishin. Ta ra një dyli me 700 metra tokë, edhe 7 rënje gjysmolli. Po u sheshin fëmit në atë, e ja thonë ju. U detyruan, ikën në Greqi, lanë kokën, lanë kratë të raur, të bërë në Greku, se ju e dini atër, si që ishte Greku këllë. Po mendojnë më të rikthehen në fshat? Mendojnë më që të... Jo, nuk mendojnë. Asë nëse di. Unë po m'vjellë udhi, edhe kam vjellë udhi, po thonë, moj nga. Është e vështirë jetesa vetëm? Vetëm ta kisha, po thonë, të lafosha me të. Po fëmijët i merr malli? Fëmijët vinë, një në vit vinë. Ju vizitojnë? Vinë, erdi një djali marë, bëri ato që jojnë, bëri vitiri me mua, ja kështu ja. Ja. Mendojnë ata të kthehen? Është ai dhëndëri i fshatit. Mendojnë ata të kthehen më fëmijët në atë? Jo. Po çfarë do bëjmë, po këtë s'ka. Ç'a mungon? Kujt, mua? Tani, jo. Çfarë mungon, pse nuk kthehen? Po janë me familja dhjetë, ata ati e kanë lërë të keqen. E janë fijuar me greke, me italianke, me... Që po ndirë? Çfarë do të thuash fëmijë i mesazh? Çfarë do të thuash? Që të më rrojnë në mbarësi atyre, kupton, pa ato toj do bëj si të bëj, se ta ketë ato ymri, mas andaj. Do vetë ati e të plaka ati. Krahas rëndësisë që paraqet përgjithësinë administrative në Vosel, nuk duhet harruar edhe fakti që Trevllazëri është një ndër fshatrat më të mëdhenj të Vlorës. Fshati ka një shtrirje gjeografike të gjerë, teksa familjet janë të përhapura përgjatë rrugëve të brendshme të fshatit, në një territor të gjerë. Pjesa më e madhe e tokave janë bujqësore, të pabanuara, të cilat janë kultivuar mbi 80% e tyre me ullinj.